Një rob duhet ta lavdëroj dhe falenderoj Allahun për çdo bekim që i është dhuruar. Në një hadith thuhet: të parët që do të ftohen në xhenet janë ata që e lavdërojnë Allahun në çdo rast. Hazreti Nuhi ka thënë: falendëruar qoftë Allahu, i cili na shpëtoi prej popullit të prishur. Ai dhe fisi i tij arritën shpëtimin sepse e lavdëruan Zotin. Allahu i tha Nuhut: o Nuh, zbarko, qofsh i shpëtuar nga ana jon, me begati për ty dhe për një popull që është me ty. Të falenderosh Allahun Teala, qoftë për punët e dynjas, e qoftë për ato të ahiretit, është shpëtim për njeriun, sepse tek të gjitha këto ka mirësi prej Allahut. Nga njerëzit e dashur të Allahut Teala, Se bin Abdullahut, i erdhi një njeri pranë dhe i tha: një hajdut hyri në shtëpinë time dhe vodhi gjërat e mia. Se bin Abdullahu i tha: falenderoni Zotin për hajdutin që nuk hyri në shtëpinë e zemrës. Vjedhësi që do të hyjë në zemër është djalli. Nëse hyn në zemrën e dikujt, ai vjedh besimin e tij. E çfarë do të bënit atëherë?